Pse mendon se vuaj njerëzit e drejtë? Se njerëzit tjerë të drejtë nuk e bëjnë lëvizjen as më të vogël për ta luftuar errësinën. Dhe kjo mjafton që errësina të predominojë pra dritën. Okej, faleminderit shumë. Faleminderit. Po të kishe mundësi ta zgjidhje veç njërën, cilën do ta zgjidhje? Logjikën apo emocionin? Logjikën. Logjikën pasi që emocioni është, ndoshta këtu do filozofoj shumë dhe ndoshta do ja huqi krejt, por emocioni është pjesë e veprimit ton logjik. Është si rrëdhoj, pra... Edhe emocioni kondicionohet nga logjika. Po pra, nga rrethonat. mënyra se si perceptojmë pra gjërat, kontekst logjik, pra edhe e kryejmë edhe emocionin. Okej. Kjo është. Faleminderit shumë. Faleminderit. Cili është vendi ku mendja jote e gjen qetësinë? Do kisha thonë në atelje, por jo si zakonisht qetësinë e gjej kur jam në male. Në male. Në male. Faleminderit. Edhe pse rrallë dal, por... Atje e gjen qetësinë. Film apo serial? Film. Pse? Është tema trajtohet më shpejt, konsumohet më shpejt, serialet si zakonisht tash në kohë kur edhe nuk kemi shumë mundësi për të nda orë të mjaftueshme për të ndjek serialet. Edhe ideja saj që ndonjëherë serialet jo çdo herë kemi të gjitha epizodet me një vend, pra duhet presim javë dhe hiqet interesi dhe bie intensiteti i asaj që... Do thon filmin se filmi po. Duhet me ditë çka po ndodh fundi, jo me Po dhe se pas fundit larg. Faleminderit shumë. Aroma jote e preferuar? Jorgovanit. Jorgovani. Lidhet me diçka? Ndoj Jorgovan në borrin e shtëpisë diçka? Po. Gjyshja si zakonisht, pra, më fal, Jorgovani dhe Bosulekët. Okej. Se gjyshja si zakonisht do mbillte edhe Jorgovani edhe Bosulekën. Edhe me furkën e vet duke tjerë leshin, pra i binte me dorë Bosulekët si zakonisht, që të lëshoj sa më shumë aromë. Dhe gjithë baqe e vogël aq sa ishte 3-40 metra katror, pra i vinte era Jorgovani edhe Bosulekët. Faleminderit shumë. Faleminderit. Dhe ajo më kam bet pra në mbamendje si erë më e preferuar. Nëse do duaj përsëri të bëje një zgjedhje patjetër, do të zgjidhje udhëtimin drejt së ardhmës, vite përpara, apo së shkuarës, vite prapa? Tash, të kaluarën thuhet që nuk e ndryshon as Zoti. Kështu që më mirë të pretendojmë diçka të ndryshojmë për të ardhmen, dhe duke u bazuar që e ardhmja nuk, gjithësisht e kaluara më nuk ekziston, pa se ardhmja në një farë forme nuk ekziston, pra është momenti ai i cili jetojmë dhe marrim veprimet të cilet e determinojnë në një farë forme të ardhmen, unë mendoj që